emrin tim, unë jam Eliana, sot kemi një vlog të ri. Edhe, duhet të vishëm mund të një avash, sepse kam apundament, shkoj të bëj thonjkat e mia, të cilat janë në një fazë thonjë t'i bëj gjdo muaj, nuk kalon muaj pa i bërë, sepse ndiem që kur bëj thonjt, dukem edhe ma e kujdesur, e kuptoni që duhet të them. Përgjithësisht duhet të jem te shtëpia e gocës, kështu që duhet të vishëm. Sot ka kohë të mirë, ka diell. Dhe bën ftohtë, duhet bësh ndonjë xhop ngalar, diçka. Gati, outfiti për sot. I thjesht, i bukur edhe i rehatshëm. Dua pare se të ikë të nxjerrë dhe pak mish pule nga frigoriferi, nga ngrirja. Këto janë si tip chicken nuggets, i kishim marrë nga supermarketi të gatshme, edhe i kam vënë te kjo qeska, pak coka, çdo herë që dua të gatuaj për drek të haj, të nxjerr kaq, sepse më shumë unë nuk haj. Prandaj do i le jashtë të ftojnë, t'i ve në një pjatkë, t'i ve pastaj në air fryer dhe t'i hajnë, shpejt e shpejt. Është një zgjedhje shumë e mirë për drekën tonë. Apo jo. Edhe tani për mëngjes do haj këtë. E mora te Lidli, është me protein, është si tip putinga, nuk e di si ta them më mirë, me kakao, edhe në shije është shumë e mirë, me që ka edhe proteina brenda thash pse jo, me që shkojmë edhe në palestër një herë në muaj, marrim edhe pak proteina të rrisim musklat. Maj muskle si zgjetin bijer. So you're standing over there. What am I to do? What am I to say? Usually I'm not easy to. Sa u ktheva në shtëpi, mbarova me thonjkat. Edhe shikoni sa të bukura që kanë dalë. Fantastike. I zjata pak, se i kisha shumë të shkurtra. Edhe thash do i bëj me gel. Edhe i bëra këtë ngjyrën e qumshit, edhe nga lart vurëm plur që kishte glitter. Edhe ka dhënë këtë efektin e perlës. Duken pak si perla. Shumë të bukura, shumë më pëlqejnë. Edhe tani, ora ka vetur 2:30, unë duhet shkoj në kuzhinë të bëj ndonjë gjë të hajt se po vdes për bukë, edhe pastaj do i bëj edhe një unboxing, se më kanë arritur disa gjëra shumë nice. Thuaj, qa po bën? Qa mundem, do laj balkoni, do laj e durugica, po i vadit lulkat. Oh, të bukura këto lulkat, e? Dreka jon është gati. Vure dhe pak pita të ngrohet brenda në air fryer. Këtu kemi chicken nuggets, të cilat nuk kanë as vaj as asgjë, thjesht i poqe. Mish pule është protein, kështu që yll, se pastaj kam të shkoj edhe në palestër, më duhet pak kështu fuqi. Edhe patatka, të cilat edhe këto i bëra në air fryer, që të mos i bëj me vaj, kurse babit i bëra në tigan. Me vaj. Edhe provova një nga të babit, thash, sa të mira dalin kështu brenda vajit. Po e mbajta veten, thash jo, duhet të haj gjëra pak më të shëndetshme. Nuk them që është zgjidhja më e mirë në botë patatja, se mund të kisha ngrënë për shembull me pak oriz. Okej, po, por s'ka gjë. Të paktën nuk i kam bërë në tigan. Janë si patate fure. Janë pak më mirë. Erdhët edhe më mamit, mbarove me ushimin. Ti që hëngre? Hëngre patate, hëngre mish pule. Tash nuk doha se kam ngrënë e puna. Gjitha një pjatë me patate që kishte lënë të skuq për e hëngre. E pash këta se kur më tërhoqi edhe kë. Do hajnë qik nga kjo. Kjo që është? Petanik? Petanik me kos. Unë erdhët edhe më mamit, sepse thash t'ju tregoj blerjet e reja të mamit, të cilën e morëm në Lidl. Unë kisha vajtur të marr mamin nga puna, edhe më thot hajtë të shkojmë pak te Lidli, se dua të shikoj 2-3 gjëra. Unë nuk e dija për çaj kishte fjalën mami. Se po ta dija. Po ta dija. Nuk do çoja. Por e çove edhe ja që e mori e gjeti atë që deshte. Ka marr mami tani këtu një dollap, e ka vënë këtu në anë. Është i bukur si dollap, t'ju them të drejtën, se ka edhe shumë vend. Ç'e ke vënë brenda? E kam mbushur me kremra, me gjëra për flokët. Bukur duket. Më pëlqen si dollap, më pëlqen që është i bardhë me këtë efektin e drurit këtu, edhe që shkon deri poshtë. E vetmja gjë që nuk më pëlqen është që nuk shkon me këtë. Edhe ja thash unë mamit e më tha, të gjitha do bëhen, të gjitha në vit do pudhe. Më tha, këtë unë nuk e hedh, se është e mirë. Sepse ato të Ikeas, për shembull, janë si plastike dhe se ta që dhe kjo që blem, pa washen nga brenda. Po, prishen me njerë. Kurse kjo është shumë e fortë si material. Kurse kjo është e vjetër duron. Ka vite kjo te shtëpia jon. Kjo ka rreth që kur kemi erdhur që kemi blerë. Kjo ka 25 vjet.
Okay. Edhe s'ka për të mësuar asgjë derisa të vdesim ne. Unë do luaj me bojë të bardhë që ta bëj të pëlqejë ty. E po të pëlqejë nuk prishe gjizë. Unë kam në domë dhe do ta mbaj. Do jetë herë e dytë që do e luajm sepse tani është prap e luer kjo. Është e luer kafe. Ishte një kafe shpifur, e bëri një kafe të errët kur kishte marr krevatin që të jenë të njëjtat, ndërkohë që prap nuk janë të njëjtat, nuk kanë fare lidhje. Ku i bën dot të njëjtat Elana? Po nuk është e njëjtë edhe prap nuk shkon me krevatin barabart, kështu që më mirë të jetë e bardhë. Babi shkret dori të i luaj prap edhe këtë edhe pasyrën, që e ka luer edhe pasyrën kafe mamit, se as pasyrë nuk marrim ne. Edhe kjo është e vjetër mban. Po se ta edhim shumë e mirë. Po, është shumë yll fare. Ba, po të presim në ndryshime në këtë shtëpi. Shpresoj të jesh gati për këtë që do vi. Babi gati është gjithnjë, nuk që pa prishur pun babit ti, do ta bëj tot. Kemi një 2 vjet që po i them, do ta luash, do ta luaj tot. Pra. Shu do i lë gjë të vdesim, do ta luaj do thot. Kam mësuar babi tani, nuk i thot, nuk ma prish. Nuk i thot jo mamit. Thot po se do e bëj unë, po do e bëj unë, po do e bëj unë. Edhe kaluan 2 vjet, do kalojnë edhe 3 të tjera, babi do thot po barabart. Të bëft mirë ma. Faleminderit Elana bujrën. Edhe këtë nuk e di po jo kam treguar unë. Është xhaket prej lëkure të babit, që ka diku te 20 vjet. Edhe nësori tani nga dollap, i thash, ziheshim me motrën kush nga të dyja do ta mbaj. I thash ma ler mua për këtë vit, vitin tjetër do ta marrësh ti. Edhe kemi lënë jashtë sepse mban erë. Sepse kemi një problem në këtë shtëpi, duket e tha edhe motrat e vlogu vet. Kemi shumë lagështi. Edhe gjithë rrobat e dollapi babit ishin bërë me myk. Mbanin ishin bërë keq fare, e pastruam e të tani kemi lënë jashtë që të ik pak era. Ka arritur ora t'ju bëj edhe unboxing. Më ka erdhur kjo kutia këtu, me 2-3 gjëra brenda. Që thoni, u influencova nga motra ime, e cila kishte gjetur një site që quhet Stylevana. Ka produkte koreane që i sill në Europë. Edhe thash, unë këto duhet i provoj, sepse ishin edhe në çmime shumë të mira, që nuk e prisja. Kështu që, le të shohim çka kam bler unë kësaj radhe. Kam marrë një herë këtë kremin hidratues. Është për mamin, se më kërkovi një krem hidratues. Ka brenda oriz edhe ekstrakt kërmilli. Kështu që shumë nice më duket. Do ta provoj mami dhe do i them të na thotë edhe një opinion si duket. Pastaj vazhdoj me krem dielli, me kishte mbaruar kremi diellit, edhe thash që duhet sigurt të blenja. Edhe mora këtë nga Round Lab, e pash nga motra, edhe pastaj më nxirte shumë edhe në TikTok. Është numër 1 në shitje në Korea. Është bërë super viral në këtë moment, edhe thon të gjithë që është nga më të mirat. Edhe mua kur e provova nga motra më pëlqevi shumë, thash ta marr ta përdor. Edhe mora të njëjtin edhe për mamin, se më kërkoi edhe mami një SPF, krem dielli. Pastaj mora këtë që është nga marka Centella prap, edhe është si tip mask, edhe mban gjithë natën në fytyrë, edhe si është me një fytyrë të butë. Shtu më ka thënë motra, e cila ka provuar edhe më rekomandovi si mask nate, edhe thash pse jo, ta provoj. Edhe pastaj mua më ka mbaruar serumi që kisha nga Centella. Unë kisha të klasiken, të verdhën, edhe tani pash që doli njëre, doli kjo. Gjithë gocat kanë thënë që është shumë e mirë, edhe thash pse jo ta provoj. Pastaj mora këtë kremin që është kështu i vockël, sepse ky është që ta vesh lart e puçrat që ke në fytyrë. Presoj të më bëj punë. Pastaj në Stylevana, ndërkohë mund të gjeni shumë gjëra, nga krembra deri te maska, deri te make-upet. Not sponsored, atol, i pagova të gjitha këto që shikoni me lekët e mia. Gjeta këto, që më duket janë si tip stripes, që i ve këtu në und, edhe të heqin këto pika të zeza. Nuk e di po do funksionojnë, se kam provuar edhe të tjera para disa viteve, edhe i vje edhe nuk bënin asgjë. Po bash këto, edhe thash, më duket ishin edhe shumë të lira, të tipit 2-3 euro, diku atje, edhe thash pse jo ti provoj. Pastaj kemi këto të dyja, të cilat ishin në ofertë, ishte 1+1 dhurat. Kështu që unë pagova veç njërën edhe mora 2. Janë pimple patches, janë nga marka Corks, edhe këto patches ndihmojnë shumë me puçrat, lëm edhe këto në anë. Pastaj mora këto 2 maskat, të cilat ishin 30 cent, 30 ose 40 cent njëra. Ja super vlen. Mora edhe këtë maskën nga Biodance.
me kolagjen. Edhe këtë më duket e mban gjithë natën, edhe zgjosh, pastaj e heqen edhe ke një lëkurë që shkëlqen. Do ta provoj edhe këtë. Nuk ka fund më duket kjo porosia, e? Unë thash me që po porosis tani gjithë këto kremrat, të shoh pak edhe çka ka te pjesë e make-upit. Kishte make-upe shumë të lira. Mora këto dy si tip lapsa janë, po janë për vetullat. Nga njëra anë kanë furçe, edhe nga tjetra anë kështu duket. Shumë e vockël, është më shumë që të bësh detajet te vetulla, kurse kjo tjetra është pak më trash, si që shikoni ka edhe këtej furçë nga njëra anë, edhe nga tjetra anë është disi kështu. Kjo është pak më trash, me pak fjalë. Edhe mori edhe një tint. Vajzat në Korea, me sa kam kuptuar, e përdorin shumë tintin, që është kjo këtu, ka një tekstur ujore, edhe mundesh ta vesh ose te buzët ose këtu te faqet, edhe të jep një ngjyrë pak më roz të kuqe, varet ça ngjyre do zgjedhësh edhe ti, edhe kjo ngjelet. Domethënë kur han diçka ose kur pin diçka, nuk ikën ngjyra. Ka erë shumë të mirë kjore. Diferenca duket, e? Re shumë cute është, më pëlqen. Edhe tani do kaloj te pjesa e dhuratave, sepse Stelvana, po të ndiqni në Instagram, ka disa kode, të cilat po bëre porosi për shembull mbi 60 euro, të jep pastaj edhe disa dhurata, varet qa kod do zgjedhësh ti. Unë pash që kishte një kod që jepte dhurat tani. Këta Milk Touch është disi kështu, edhe është fondatin, po në formë pudër. Ka, domethënë, paketimin e pudrës, po është fondatin normale. E bën tuku, edhe pastaj kështu. Edhe lyesh. E provova. Edhe më pëlqevi shumë, edhe është fiks ngjyra ime. Kjo ishte një zgjedhje perfekte, ka edhe pasyrë, kështu që kur dal jashtë mundem të marr me vete të hap kështu edhe të bëj tuku. Pastaj dhurata e dytë që më dha kodi që përdora ishte ky. Kjo nuk e kam fare iden qa është. Rejuvenating Cream thot. Edhe dhurata e tretë ishte kjo, nga Centella. Është cleanser për pastrimin e fytyrës, është vaj, të cilën e përdor që të heqësh për shembull make-upin. Edhe është kjo këtu. Fantastike. Unë këtë nuk e pagova. Këtë, edhe këtë i mora dhurat. Edhe këto pak gjëra mora, me pak fjalë. E kam mbushur tani me kremra këtu gjithë skrivanien, po do i mbledh, do i vëm në përvende, edhe shumë e lumtur jam. Shumë gjëra të reja mora të provoj. 2 hours later. Deri tani isha shtirë, po diqesha në TikTok. Edhe thash tani ka erdhur ora të çojmë, të vishëm, të ik, të shkoj në palestër, të bëj diçka, sepse mjaftu, shtrilla mjaft ndejnë ta gjithë ditën e shtrirë, ohoho. Tani duhet edhe të lëvizemi pak. Vesha këtë bluskën këtu, të cilën mundem edhe të heq pastaj po të nxem, sepse kam veshur nga brenda edhe bralet, edhe nga poshtë kam veshur këto streqe, të cilat janë në këtë ngjyrë kështu, si ta themi, portokall. Nuk është fiks portokall, po atje afrohet. Unë do bje, unë pse gjithë këta. Jam gati, po ik. Po bëj pak çantën, shpejt edhe ikim. Se do takojmë tani edhe me çunin misterios, do shkojmë bashkë në palestër. Infinito tren nos acaba, los paisajes cambian sin... Mirëmëngjes nga dita tjetër. Përsëri jam në palestër. Dje nuk ju fola fare mbas palestrës sepse thjesht u ktheva në shtëpi, bëra banjë dhe fjete gjumë. Edhe sot në mëngjes u zgjova, thash është e shtunë. Edhe thash pse jo të mos e nis ditën me pak gjimnastik, palestër, që të më jap motivim, energji, që ta vazhdoj këtë ditën e bukur, se sot ka edhe super diell, super kohë. Nuk e di ndërkohë po dëgjojmë mirë. Sot programi ka këngë, edhe mbas palestrës do dal me çunin misterios, të shkojmë për një kafe bashkë, të kalojmë ditën tonë bukur. Eleana qa po bën? Eleana. Dolëm nga palestra, edhe tani si që ju thash që parë do shkojmë për një kafe të shpejt, po unë jam kështu. E shumë e bukur ja. E djersitur, si mos më keq, flokët i lava dje në darkë edhe sot janë Jo, janë shumë të bukura. Edhe unë jam super shpifur, kështu që them të vej pak maskara. Jo. Jo që do bëj diçka. Jo. Je shumë e bukur. Ja të shkoj pak.
Pritave. Nuk më qemin tave. Bukur. Shiko, Jo, diferenca. tani bere, po. Si e ti na thuaj do një të re? Jam mirë. Aha. Sot kisha vajtur në punë, vajta për pak orë, pastaj ika, deva, erdhëm në palestër, bëm palestër, gjimnastik në palestër. Palestër. Edhe tani do shkojmë për një kafe. Coffee time. Coffee time. Coffee time, do hajmë do një gjë? Jo. Pinga të zjera. O pinga të zjera. E keni parë që erdha 2 ditë rresht në palestër? Bravo. E keni parë? Edhe unë. Po edhe ti, po edhe unë. Faleminderit. Po, e shikon që jam bërë super bishe. Je super bishe. Super bishe. Super bishe. Super morti. Ndërkohë, po ta dëgjoni çunë misterios të flas greqisht. Nuk ka fare lidhje. Ndryshon edhe zëri kur flet në shqip. Po. Fol pa greqisht të dëgjojnë. Ja shu Lana të kanë shpushi si mera. E kuptoni, do me thënë, ka shumë diferencë të madhe. Edhe greqisht di të flas. Do me thënë, nuk është po sot do shkojmë këtu. Po edhe nuk më del edhe zëri. Po. Flash. Kurse greqisht dëgjohet ndryshe, që të mos e tallni prandaj. Se kush më talli? Jo, nuk të tallën ty, po e them unë kështu. Ah. Si informacion. Se mos më kanë tallur, prandaj them. E do vazhdosh të më kapësh tani që po luajm. Po. Do ta kap të gjithë. Jemi tani 2 minuta gjysmë. E mirë, nuk jam me vonesë. Tani jam gati. E po mirë, fillo, nis. Jo, më thuaj që jam e bukur tani. Je gati, je shumë e bukur. Je gati. Je shumë e bukur. U zbukurova pak. Tani u zbukurove shumë. Nuk jam okay se sa që parë. Nuk them që jam super yll, po. Yll, po. Okej, po. jam okej. Po. Eleana, ha nisu. Po do nisem. Holy, oh my god. U nisëm. Bravo Eleana. E prit, ku po shkoj unë? Tej, Schumacher. Vërum. Haven't we made it, my love? E pim kafe. E pim kafen ton, edhe tani më mori mami në telefon, po kthehet nga puna, edhe do vi direkt këtu, sepse ne këtu afër kemi një si tip qendër tregtare, ka Pepco, ka supermarkete, gjithë këto. E më tha mami që ka pak Orix për shopping. Edhe i thash, hajtë të takohemi. Kështu që do shkojmë bashkë, ta takojmë mamin, të bëjmë pak shopping, të shikojmë çka ka prap në mendje që do të blet, se gjithmonë mami diçka për shtëpinë do të ble, edhe nisemi. Let's go. Okej, let's go. Kush na erdhi? Që me berdi. Kush na iku që me fiku. Mami para se të vi këtu arriti të shkojnë në supermarket. Sonjat e para. Sonjat e para. Do i tregojmë në shtëpi. Jemi kthyer në shtëpi. Mami arriti bëri një banjë. Unë do bëj tani banjë, por para se të hy, them t'ju tregoj ç'a morëm në Pepco, se ne shkojmë në një dyqan për 2 sekonda, edhe arrim të marrim çdo gjë. Ato që kërkonim nuk i morëm. Morëm gjëra të tjera, kështu kot pa lidhje. Njëherë të filloj me blerjen e mamit që bëri në supermarket, që është kjo, është Më kot për ty. më kot për mua. E nevojshme. Po, për mamin është shumë e nevojshme, sepse këto i ve në balkon, atje që ne kangjëllat që ndejmë robat jashtë, i kemi shumë poshtë. Prandaj mami mori kangjëllat të reja që t'i ve atje, edhe Kangjëlla poshtë, ne kemi lidhur në ekurat e tendës. në ekurat e tendës, po. Kështu që do ngrihet pak më lart. Do vem këtë të ngrihet, po. Pastaj, në Pepco, unë mora këtë peshirin këtu të zi, të cilin e desha për palestër, sepse kisha veç një peshir të zi, edhe kur e ve atë për të lartë të kem këtë. Pastaj kur të ve këtë të kem tjetrën. E kuptoni? Si i bëjmë me radhë. Mami po han petanik, është dita e tretë, rjesht që po han petanik, ma. Vazhdoj. Kisha deri tani këtë që thot lart H2O, K2O. që çfarë do të thënë më? K2O ujë. Tash, kështu të testoj edhe unë. E po, bajmë një gjë nga kimia, vetëm ujnë e bajmë. Edhe, gjeta unë këtë shishe. Ka këtu orare të ditës, edhe thot good morning, pastaj thot drink more, që do me thënë pi akoma pak më shumë, që ta pish gjithë shishen e ujt deri në dark. Edhe shpresoj të më ndihmoj se unë me ujin i kam keq muhabetit, haroj të pi brenda ditës. Prandaj e mora këtë të jetë pak kështu estetik, të mbaj në dhomë, të më motivoj. Pastaj mami deshte këto 2 kalathit që do t'i ve në sirtarin e vet, që të ve brenda kordela, që deshet vesh? Kordela e lastik.
Ja thoni tani? Kemi një vazo këtu, të cilin unë e mora sepse më pëlqevi shumë. Të cilën unë e mora sepse më pëlqevi shumë si stil, si estetik, po thjesht nuk e di çfarë do bëj brenda, sepse na duhen lule ose të freskëta ose falso. Blerja e fundit në Pepko, unë ndërkohë isha duke paguar për këto, edhe shikoj një dorë atje që më zjat një pal pantallona. Në momentin e fundit, solli mami një pal pantallona që gjeti, se sa pagoja unë, mami normal që bënte akoma xhiro që të kap ndonjë gjë të fundit, edhe arriti, sepse për mamin time flasim në këtë moment, edhe gjeti këto tutat, të cilat janë kështu të gjëra, janë të bardha, Janë të holla, janë për vere, janë... Po, janë të holla. I thash mami, nuk I ke provuar, se këto mund të jenë të te I dukshme. Mami thot, hes më, mirë ja. Do I vesh në plazh. Do I vesh në plazh. Tuta në plazh. Vazoja ndërkohë kushtonte sa më kushtove dhe shishja. 6 euro bënte kjo, 6 euro bënte dhe kjo. E shtrenjtë është 6 euro një shishe ujë. Është e madhe po mirë. 6. Mund të ishte 4. Ka edhe plastikon nga jeshtë. Mund të ishte 4. Po, mund të ishte edhe 4. Kjo çfarë ishte tani? Po noton. Hëngre petanik tani me çfarë po vazhdon? Ëmbëlsirë ballakume. Tani me kos ballakume me kos. Të bësh mirë. Ja, ku është edhe balloku mirë. Nga një ditë të re, sot dita është e diel, edhe mami me babin janë në shtëpi, edhe tha me mami, me që dje vajtëm në Pepko, edhe nuk gjetëm ato që kërkonim, të shkojmë sot një xhiro edhe në Jusk, dhe kërkova unë edhe është veç një Jusk nathin e hapur, edhe tham, le të shkojmë atje, prandaj them të luem pak, të bëjmë pak njeri, edhe të nisemi avash, që të mbarojmë njerë me shopping, me ato gjërat që duam të blem, edhe pastaj të kthejmë në shtëpi të bëjmë pak punkat. Ka lezet kur është mami në shtëpi, sepse zjohemi në mëngjes, dalim atje te balkoni jon, pim kafe të dyja, bëjmë muhabet, diskutojmë, e gëzojmë shtëpinë tonë. Nuk e di juve çfarë lidhje keni me mamat tuaja, sepse kam dëgjuar edhe shumë goca që më thonë që jo, unë me mamin tim nuk ri kur, as kafe nuk pim, as nuk diskutojmë, edhe në sallon kur të rim do ndonjëherë kështu kot, do shikojmë televizor. Juve si keni marrëdhëniet me prindrit, me mamat, me babat? Se edhe unë kur isha më e vogël, nuk ishte preferuar e imja. Por tani sa rritem, më pëlqen çdo ditë edhe më shumë shoqëria që kam me mamin time për shembull, sepse ndim që është njeriu që më kupton 100%, shoqja ime ngushtë, mami edhe motra. Asnjë shoqe nuk mundet të krahasohet me lidhjen që kam me mamin ose me motrën time për shembull. Se me familjen mund të jesh 100% vetja jote dhe din që nuk do të kritikojnë. Ky make-upi korean që më ka erdhur është fantastike. Fantastike, shumë më pëlqen. Të jep një shkëlqim në fytyrë. Nuk ka atë efektin mat. Më bën një bazë shumë të bukur. Do ve edhe pak tint këtu pak te faqet. Nuk keni nevojë të vini shumë produkt, bëni një cuk. E shikoni sa e votë skëlqesht. Edhe bëni kështu me gishta, nuk keni nevojë as për furçe, as për asgjë. Edhe taran, ti bën faqkat të kuqka. Edhe ja si duken buzët tani me tintin, qvura, me lapsin, edhe me pak lipozan nga lart që të duken edhe pak të hidratuara. Nuk duken shumë nice, shumë natyrale. I like it very much. Tani me flokët e mia nuk e di çfarë do bëj, të cilat I kam pak mos më keq, se I lava dje, janë në këtë situatë. Se flokët e mia nuk janë as të drejta, as kaçurela. Janë diçka në mes. Nuk e di, nuk kanë formë fare. Kështu që çdo herë që bëj bajin duhet ose ti drejtoj ose të bëj kaçurela, se përndryshe jam kështu si e çmendur. Outfiti për sot është total black. Kam veshur lart një bluzë të zezë të thjesht, pallton time të zezë, çantën të zezë, pantallonat të zeza, edhe po pres tani mamin e cila ka dalë në balkon, edhe po ndej në robat, sepse nuk duron ti ndej pastaj kur të kthehemi në shtëpi, do t'i ndej tani do t'i ndej. Derisa të kthehemi janë tharë,
Edhe do ndejmë lavatricën e dytë. Arritëm dolëm nga shtëpia. Mbarua me lavatricet e me gjithë gjërat. Ikëm shpejt të mos kujtojmë ndonjë gjë që kam bërë mbrapa. Edhe mami më prishi outfitin që i kisha të gjithën të zezë, sepse më the që me palto do plas nga vapa. Prandaj hoqja vesha këtë xhaketkën këtu besh, e kombinova me atletkat besh, edhe jam gati. Erdhëm te Jusku që thoshte në internet që ishte hapur. Edhe është mbyllur. Në xhiron e bëm. Xhiron e bëm, e tani kthehemi në shtëpi. Vazhdojmë. U kthem në shtëpi, me që nuk kishim fat me Juskun. Edhe kisha orek sot për blerje, kisha orek të prish lek për këtë shtëpi. Nuk na doli skaqe, një ditë tjetër do shkojmë prap. Tani unë dua të dërgoj këto çizmet. Me ka porositur një vajzë. Janë çizmet që kisha bler në Bershka. Unë nuk i vesh më, sepse kam ato të rejat që i kisha marrë edhe unë nga Vinted. Këto domethënë, që kanë takën edhe më të hollë, edhe më pëlqejnë më shumë si stil, edhe janë edhe shumë më të rehatshme në këmbë, sesa këto të Bershkës, se i vesh edhe motra, këto i provovi kur erdhi në Athinë edhe më tha që nuk durohet, nuk hecet dot kollaj me këto. Edhe vërtet është që kot më mbajnë vend në shtëpi, sepse çdo herë që dal unë vesh këto, më ka marrë edhe motra nga Italia disa çizme të tjera, të cilat në një moment të dytë unë do i marr në Athinë. Kështu që nuk kam nevojë për këto. Edhe i shita, edhe tani kam këtë kutin, të cilin e kisha mbajtur nga porosia e fundit që më kishte erdhur në shtëpi. Duhet thjeshta ngjis pak me këtë, t'i vek puckat brenda dhe ta dërgojmë shpejt e shpejt. Të mbaroj edhe me këtë punkë. Si sa, noi del sud parliamo a voce alta, si sa, noi del sud facciamo discussione imposta, siamo allergici alle strisce. Tani them të merrem pak me rumuin, këtë rumuin. Gjithë rrobat brenda janë shuk. Dua t'i rregulloj pak t'i ve në një radh. Duhet t'i heq të gjitha, të shikoj edhe ç'a nuk dua, të heq nga dollapim, se jam mbushur me rroba. Edhe nuk shkoj edhe për shopping. Duket kisha vajtur herën e fundit në dhjetor, kur ishin uljet. Edhe kam menduar tani që gjithë lekët që do fitoj nga Vinted, sepse në Vinted është shumë kollaj të shesësh rrobat që nuk do, edhe të marrësh lek të fitosh. Edhe kam thënë te vetja ime që do bëj blerje çdo herë që do fitoj lek nga Vinted. Domethënë, të heq rroba të vjetra, ti shes, edhe nga ato të marr diçka të re për shembull, që të mos bëj blerje kot më kot. Nuk është e mirë si mendim ky. Nuk do bëj pak më shumë ekonomi në këtë mënyrë, shpresoj. Edhe nuk e di nga ku të filloj tani, se kam edhe këtë anë, edhe atë anën tjetër, por them sot të merrem me këtë të mesit, edhe një ditë tjetër të merrem edhe me këtë anën këtu. Edhe një ditë tjetër me atë anën andej, sepse kur i bëj të gjitha bashk, pastaj i nxjerr të gjitha, më ze koka, edhe nuk kam oreks të bëj asgjë. I le thjesht atje, kurse kur i bëj pak nga pak, është më kollaj. Disi. Ndërkohë te video e fundit më shkrojtë disa nga ju në komente që nuk ju pëlqejnë si dëgjojnë videot me mikrofonin që mora të ri unë. Edhe halli është që unë mund të edhe ta kuptoj këtë gjë që thoni, por kur dal jashtë edhe jam në një lokal për shembull edhe dua të flas, edhe ka zhurmë, nuk dëgjohem. Edhe duhet ta sjell kamerën këtu, te fytyra ime këtu, ta mbaj kamerën që të dëgjohem. Prandaj mora më shumë në skenet që jam jashtë. Kam dalë për një kafe dhe dua t'ju them diçka, ose kam dalë në një restorant dhe dua të komentoj për shembull si janë pjatët. Për ato skenat më duhet mikrofoni, se për ndryshe nuk do dëgjohem. Nuk jeni mësuar me mikrofonin edhe prandaj ju duket pak ndryshe. Edhe kuptoj, i kam gatruar këto rroba tani, edhe kam rroba dimërore, kam rroba beharore, verore, sepse koha në Athinë nuk është mirë. Një ditë të duhet të veshësh këtë këtu që është super e trash, edhe pastaj një ditë tjetër të duhet të veshësh këtë këtu që është super e hollë. Nuk është stabile fare koha. Kam ndërkohë një mi felpa, të cilat unë nuk i paravesh. Mos duhet të heq ndonjë. Kam këtë shallin, të cilin ma kishte marrë mami, se i kishte parë në një dyqan, edhe unë kur e pash ma dërgovi më tha, e do të ta marrë. Edhe unë kur e pash në fillim, thash, mundem ta vesh me shumë gjëra, mundem ta bëj styling, nuk e vesha kur. Kështu që me shumë mundësi duhet të ik nga dollapi. Mami më fal, po e shikon këtë videon,
kemi një rumuj, nuk e di që të bëj, kemi një rumuj. Babi na gatovi për sot carbonara. Ne po bënim punë ka babi në kuzhinë, kemi ndarë këto detyrat në shtëpi të dielave, po. Jo, se ndonjëherë na bën edhe mami lakror ose byrek të diellat, sot kishim carbonara. Shumë të mirë ba, lumshin duart. It's been a long time coming. They ain't come for my club. Ere unë, bas bukës, u shtriva. Edhe tani mbarova me robat, kishin ngelur disa në krevat, të cilat unë i kisha vënë edhe isha shtrir nga ana tjetër edhe po flija shumë, po tani i vendosa të gjitha, prisni, tukutu. Mirë, nuk duket super estetik ky dollapi, po ka nikur shumë roba si fillim. Kisha shumë më tepër, tani ikën disa. Lart atë pjesën me çantat e vërteta është që nuk e preka, edhe ato duhet thjesht i ve me radhë, sepse nga çantat e mia nuk besoj që do heq diçka, i dua të gjitha, po thjesht i ve pak se tani kam të hedhura si mos më keq. Po këtu i rregullova edhe bëra pak edhe sirtarin e dytë, në të cilin kam më shumë fustane për nat ose fustane më të mira, edhe i vur edhe këto në radhë. Në një moment tjetër duhet të merrem edhe me këtë dollapin këtu, të tretin, në të cilin jo thjesht bet rumuj, po nuk mundeni të kuptoni juve. Po thjesht nuk isha nerva të merrem sot më shumë, sepse edhe disa nga robat që hoqa, ndej nxora të gjitha fotografi, i vura në Vinted, shita disa produkte, duhet t'i bëj edhe ato nesër, t'i paketoj edhe t'i çoj në Box Now. Kështu që është procedurë e madhe. Edhe kaq, po e shikoni këtë videon, është shenja juaj që të bëni edhe juve një organizim te dollapi juaj, te robat. Se kur i keni në radhë, mundeni të bëni edhe shumë më shpejt gati. Se unë për shembull, do të bëjmë gati sot, edhe po mendoj të vesh një bluzë, të cilën unë as nuk e kisha fare ide ku e kisha. Po tani që e kam gjetur edhe kam vënë në vend, do ta gjej shumë shpejt, edhe do ndihmoj kjo gjë. Normali që nuk e kam mbyllur këtë vlogun, prandaj erdha këtu t'ju them që po ju pëlqevi kjo video, të bëni një like, një subscribe, një koment, të më ndihmoni, të rrisim këtë kanalin, të arrim edhe ne një ditë 100k ëndra ime. Edhe ju puth. Shifemi të video radhës.